Një përballje verbale mes dy ish familjarëve ka alarmuar policinë e Kosovës këtë të enjten në qendër të Prishtinës. Burimet të sinjalit brenda organit të rendit bëjnë me dije se rreth orës 9:30 të mëngjesit është pranuar një informacion për një rast të kanosjes që ka ndodhur në rrugën Meto Bajraktari pranë kompanisë së sigurimeve. Sipas burimeve, pronari i kësaj kompanie FH ka raportuar se është ndjer i kërcënuar nga ish-dhëndri i tij AP, i cili i është afruar teksa po qëndronte në kafenim përballë biznesit të tij dhe i ka thënë: "Po të pres jashtë." Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka intervistuar të dyja palët. Denoncuesi ka deklaruar se është ndjer i rrezikuar nga qasja dhe fjalët e ish-dhëndrit, ndërsa ky i fundit ka pohuar se nuk ka pasur qëllim kërcënues, por vetëm i ka kërkuar sigurimin e veturës së tij dhe i ka kërkuar falje për keqkuptime të mëparshme. Të dy janë shoqëruar në stacionin policor për procedurat e nevojshme. Me urdhër të prokurorit, rasti është inicuar si kanosje. Hetimet janë duke vazhduar dhe rasti është në trajtim nga autoritetet kompetente.